Drejtësia nuk mund të jetë e verbër ndaj kufive kushtetues, kështu shkruan kryeministri Edi Rama duke cituar arkitektin e akuzës në gjyqjen e Nurenbergut, Robert Jackson, dhe duke kërkuar që fjalët e tij të jenë udhërrëfyese për pavarësinë e drejtësisë. Mesazhet e përcjella me gjuhën e ish prokurorit të përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara vinë një ditë pasi Rama i konsideroi akt brutal të ndërhyrjes në pushtetin ekzekutiv, masat e vendosura ndaj Belinda Ballukut dhe qeveria çoi pretendimet për antikushtetueshmërinë në gjykatë kushtetuese. Robert Jackson i mësoi botës demokratike se kur prokurori kërkon njeriun përpara krimit, drejtësia vdes dhe kur një pushtet hyn në territorin e një tjetri, kushtetuta demokratike nuk merr më frym por mbytet. Ndërsa mua personalisht ai më ka mësuar diçka tejet frymëzuese për të ecur drejt vetëm përpara, të cilën asnjë prej baltosësve të mi nuk e kupton dhe s'ka për ta kuptuar kurrë, siç fatmirësisht e kupton fare mirë shumica e shqiptarëve. Ky është mësimi madhor i shprehjes së tij lapidare. Pushteti nuk ka qenë kurrë më i denjë se sa në çastin kur ka pranuar të nënshtrohet gjykimit të një drejtësie të pavarur. Rama shkëput fragmente nga fjalimi i Jacksonit duke thënë se një nga rreziqet më të mëdha të abuzimit buron nga fuqia e prokurorit për të zgjedhur se kë të ndjek penalisht. Cilësitë e një prokurori të mirë janë ndershmëria, integriteti profesional, paanshmëria, guximi dhe vendosmëria, por mbi të gjitha ai duhet të kujtojë se misioni i tij kryesor nuk është të fitojë çështje, por të bëjë drejtësi, shkruan kryeministri Rama në shënimin e tij ditor.